Rreshtit e rëna gjatë natës kanë sjellë disa problematika në qarkun e Korçës, por situata paraqitet përgjithsisht e qëndrueshme dhe nën kontroll sipas strukturave të emergjencave civile. Në disa zona të bashkisë Korçë dhe Pogradec janë evidentuar probleme nga rreshtit e dendura, me prani uji pranë banesave dhe vështirësi në qarkullimin rrugor. Si pasojë e prurjeve të shumta janë shënuar rrëshqitje dherash dhe rënje gurësh në disa akse, duke sjellë kufizime të përkohshme në lëvizje. Aktualisht situata paraqitet e qëndrueshme. Nga strukturat përgjegjëse të mbrojtjes civile janë të gjitha në terren dhe po ndiqen pas hapit të gjitha rastet dhe situatat e krijuara. Aktualisht mund të themi se çdo gjë është e qëndrueshme. Konkretisht kemi pasur disa raste me prezencë inertesh në disa segmente rrugore, ku nga ana e kontraktorëve është bërë ndërhyrja dhe është bërë pastrimi dhe aktualisht të gjitha akset janë të kalueshme dhe nuk kemi problematikë në drejtimin e kalueshmërisë në rrugë. Në bashkitë Kolonjë, Maliq, Devoll dhe Pustec nuk raportohen emergjenca apo dëme, ndërkohë OSHE njofton për ndërprerjet e energjisë elektrike për 502 abonent në zonën e Lozhanit dhe një abonent në Leskovik, me grupet e punës që ndodhen në terren. Të gjitha strukturat mbeten në gatishmëri dhe situata po monitorohet në vijim.